Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 6, data 6 qershor 2026. Kemi të bëjmë me një ditë pak a shumë ndikuese, sepse ndikimi i hënës në trekëndshme diellin dhe mundësitë që kanë të bëjnë tani tutje është një periudhë ku vërtet ka në vetvete mbart shumë gjëra pozitive dhe kohën e duhur mbi nisma të reja. Nisma të reja do të thotë ekonomi, nisma të reja do të thotë vazhdimsi, momenti, periudha që ndodhin fenomenet, është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet ndikon, ndryshon shumë gjëra në jetën e përgjithshme, sepse ka të bëjnë edhe me takime, edhe me ndryshime të mëdha që ju e keni. Është një nga momentet më të mira për sa i përket ndikimit të madh, sepse jo për arsye të një çështje ekonomike financiare, më keni pasur problem ose të pazhgjithshëm, po sot bëhet fjalë për bisedime të rëndësisë së veçantë. Kjo ditë të datës 6, data 6 qershor, mëson shumë gjëra sepse dita e shtunë është dita e marrjeve vendime të rëndësishme, prandaj mos i lini pastore gjërat që keni ndërmend të realizoni. Sidomos shenjat e zjarrit, dashi, ka të bëjnë shumë me udhëtimet. Luani ka të bëjnë shumë me çështje bisedimes në blerje, kurse shiketarët janë të prirur në lidhje me takimet ose zhvillimet të reja ekonomike. Prandaj keni gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet ekonomike financiare ose disa para që jeni në pritje për t'i rregulluar. Ajo që do të shikoni në vetveten tuaj, momentet dhe mundësitë të arta që keni, është momenti i duhur, është koha mjaft e mirë sepse perceptoni gjërat ekonomike financiare për të zgjidhur gjërat që doni dhe periudha është pikërisht tani. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e dashurisë, në fushën e vazhdimësisë, unë ju rikujtoj edhe një herë, por ju që interesoni parashikimet detajuara, është faqja IE astrologu.al. Kush të dëshiroj, nëse ju e doni parashikimin e damë, nëse doni të bëni parashikime, atëherë atje mund të dërgoni një email tek sekretaria dhe flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së me juve dhe doni të dërgoni një mesazh për për të folur bashkë, atëherë keni rendikimin më të madh që do të thotë mundësia, do të thotë rëndësia për të dërguar mesazhe për të marrë përgjigjen drejt për së drejtë, jo për një gjë tjetër. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Periudha e shenjës së dashit duket se kjo periudhë është një nga periudhat që do të diktojnë, do të ndikojnë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me punën aktuale, edhe një takim që mund të keni tani tutje, është një takim mjaft pozitiv dhe surprizues për ekonominë dhe për vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me vizhgjeresh është diçka shumë pozitive. Vazhdimësia në anën tjetër, e keni mundësinë sepse periudha që ndodhin fenomenet mund të duket pak e çuditshme, por shumë e vërtetë sepse vërtetësia dhe rastësia bëjnë shumë gjëra pozitive në anën tjetër. Mundësia është tani për ekonominë, për stabilizimin dhe për vendimet që do të merrni. Prandaj në anën shpirtërore jeni zgjidhje sot, sepse është dita më e mirë, kjo ditë e shtunë do të japi mundësinë dhe vullnet për zgjidhur problemet. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket demëve, demët duket se do zgjidhin një ngër që kanë pasur me një ortakri, do thosha unë, dhe duan që të zgjidhin një problem në këtë pikë, por e kanë mundësinë e zgjidhjes së problematikave, kanë dhe mundësinë e mirë për sa përket punës, sepse gjithmonë demi nga njëra anë zgjedh problematika të ndryshme ose ka pasur çështje të mbartur më përpara, por unë them që kjo periudhë është e juaja për shumë arsye dhe takimet që do të bëhen, mundësi që do t'ju jepen, mundësit njëre nuk e diskutoj unë dhe shikoni dhe vetë ju, ku kjo periudhë është periudha që do të filloni të ndryshoni në fushën e ekonomisë, në fushën e karrierës suaj, sepse çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal garancisë, fal mundësisë, fal periudhave të ndryshme që do të keni, por gjithashtu është një moment i artë në ekonomi. Në fushën e dashurisë, duke se tani për tani, nuk do të thoshe që keni në diçka për të shqetësuar, ose keni diçka që nuk rregullohen gjërat, por rregullohen që çka me të, sepse i keni edhe mundësinë keni, por dhe kohën tuaj është e juaja për nisma të reja, për vendime që merrni, për ekonominë që do të keni dhe disa tjera që do të jenë në rolin drejtues që do keni, sepse keni mundësinë edhe për periudhën, edhe për kohën, edhe për ndryshimin e madh, që duket se kjo periudhë është mjaft ndryshuese dhe ndikuese në favor dhe tepër favorizuese
në vazhdimsi, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem, me karrierë, ndemi në karrierë ka diçka shumë të madhe, por gjithsesi ka periudha të tjera që do të shikoni dhe vetë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur disa gjëra që vërtet është momenti juaj i duhuri për anën ekonomike dhe finansat. Vijojmë tek shenja e radhës, të shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ndikimeve dhe të ndryshimeve që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, me se binjakët tani për tani janë në anën e tyre, kanë një mundësi shumë të mirë sepse e zgjidhin një problem shumë të madh për sa përket binjakëve. Binjakët e kanë pasur dhe e kanë mundësinë që është e rëndësishme financiare ekonomike, por gjithashtu dhe një ndryshim shumë i madh që ndodh tek juve, ndodh për një mirë arsye ekonomike dhe financiare. Çështje që kanë bënë me takimet, bisedimet, gjërat ekonomiko-financiare, sepse kanë dhe mundësinë për momentin, sepse nuk është se ka diçka nuk shkon. Ana ekonomike është në favorin tuaj, por dashuria duket se kërkohet pa kujdes. Kjo ditë e shtunë e ka disa gjëra që mund t'i rregulloni, mund t'i stabilizoni, mund të ndryshoni, mund të keni mundësinë e arritjeve të mëdha që mund keni në çdo lloj fushë, në çdo lloj drejtimi, është një moment shumë pozitiv dhe kritik nga njëra anë, sepse binjakët në fushën e dashurisë e kanë një mundësi ose të një lidhje të kësaj lidhje serioze dhe jo vetëm, sidomos lidhjet me akrep dhe me peshk të ditës parë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Çfarë ndodh me gaforët? Gaforët duket se tani për tani janë mjaft të ndikuar në ekonominë e tyre, në biseda që do të kenë në anën e pozicionimit të planeteve, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë për juve dhe keni edhe një mundësi do thotë mundësia e artë për ekonominë dhe stabilizimin, do thotë mundësia e ndryshimit të madh për sa i përket ekonomisë dhe për sa i përket asaj çka juve jeni dhe keni për momentin e duhur në lidhje me ndryshimet, lidhje me disa vendime që do të keni. Nuk e diskutoj që i merrni përballë bazoni tek e vërteta dhe kështu që përballoni çdo gjë që juve keni në anën tuaj. Prandaj gaforët kanë atë ndikimin e madh financiar dhe gjërat e tjera që do të kenë tani tutje, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në çdo aspekt. Dhe gjërat që do të keni tani tutje, do të shikoni dhe vetë, do t'i zgjidhni. Është kohë shumë pozitive për gaforët në ekonomi. Ose në çështje që lidhen me dashurinë, një ditë fantastike për të biseduar dhe për të shqyrtuar disa gjëra që duhet t'i zgjidhni me njëri tjetrin pa ndërhyrjen e tretëve në mes. Juve keni mundësinë sidomos me vigjiresh dhe me dashje të ditës parë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e luanëve. Çfarë ndodh me luanët? Luanët në fakt tani për tani kanë një mundësi shumë të mirë për të zgjidhur disa probleme. Problemi më i madh i luanëve është çështjet e ndryshimit të vendbanimit të punës dhe janë në mendime shumë të mëdha, shikojnë se çfarë do të bëjnë. Por unë them që është mundësia, është koha e zhvillimeve të reja dhe e komunikimit, sepse komunikimin keni ju. Dhe kjo do thotë shumë pozitive në këtë ditë kaq të rëndësishme, është ditë e bekuar, do thosha ditë e shtunë, ditë e Saturnit, ku na ndihmon shumë për të zgjidhur problemet, për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, dhe kjo kohë është e juaja. Megjithatë, janë edhe disa mundësi të tjera që do të keni kohën e duhur për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt të ditës së parë, me shqetëtarët të ditës së tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Virgjiresha. Për sa përket Virgjireshave, Virgjireshat duket se ky moment është i juaj, është një moment që vërtet stabilizon, starton ekonominë, veprime dhe vendime shumë të rëndësishme që do të keni tani tutje. Është një kohë që përcakton dhe vendos në lidhje me anën e takimeve të biznesit, lidhje me karrierën, lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni, por gjithashtu edhe një vendim i rëndësishëm që mund të merrni tani tutje. Është një kohë shumë e rëndësishme për çështjet e punës, për karrierën, për ndryshime, për marrje vendime të rëndësishme që do të keni tani tutje. Janë disa gjëra, jo se keni pasur probleme ose çështje të tjera që mund keni pasur në anën tuaj, por keni një mundësi shumë të mirë tani në lidhje me një pozicion pune, do bëhet objekt bisede, por mos e tregoni shumë këtë, sepse kjo ditë e shtunë është përndarë çik më tepër fjali pa dashje. Prandaj keni kujdes. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja.
Me peshorët, në fakt, tani për tani, jo se kam problem peshorët ose peshorët kanë pasur probleme të mbartura nga e kaluara, përkundrazi, gjërat janë mjaft pozitive. Keni mundësitë, keni kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj dhe momenti është i artë në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dem është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akrepi. Akrepët kanë një gjuhë të përbashkët lidhje me punën e tyre, për shembull, që kanë një punë shumë të mirë që mund të nisin. Dhe kjo e bën si arsye ose për çështje ekonomike financiare ose të gjenë një zgjidhje në lidhje me anën e biznesit. Diçka nuk shkon për shembull, duket se e rregullojnë tani. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të dishit parë, me ujor të dishit të tretë, e keni mundësinë dhe kohën e duhur, sepse akrepët janë në vendin e tyre në kohën e duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se në fushën e dashurisë kërkohet vëmendje më tepër, kujdes në çdo drejtim, në çdo aspekt, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Koha tregon dhe ka treguar që jeni me shumë fat në anën ekonomike financiare, jeni me shumë fat në lidhje me takimet e punës ose ndryshimet e mëdha që keni, por favorizimet që ju keni, mundësitë që jepen tani e tutje, është koha, është ndikimi dhe perceptimi më i mirë i mundshëm i gjërave të mëdha që do të keni, një kohë e përshtatshme në ekonomi e stabilizimit, por duke pasur parasysh gjërat që do të ndikojnë, çështjet do të keni, është momenti i duhur dhe stabilizimi ekonomik financiar është në anën tuaj. Prandaj keni mundësinë, prandaj keni kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike, nga do që të bëhen gjëra, po sido që të vinë, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të dishit parë, ujor të dishit të tretë, është perfektja dhe jo vetëm sepse i keni të gjitha mundësitë, keni kohën e duhur, keni mundësinë e duhur për zgjidhje të problematikave ose gjërave të tjera, dhe është një nga momentet më të vyera për sa përket ekonomisë dhe punës, kurse në dashuri duket se me peshqit dhe me luanët jeni perfekt dhe mund të nisni diçka të re ose jo histori dashurie, histori jete ku e keni mundësi. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë britsjapi. Për sa përket britsjapët duket se nga do që vinë ose nga do që ata mendojnë, gjykojnë, rregullojnë, stabilizojnë gjërat e tyre, e kanë mundësinë, sepse është koha tani është shumë e rëndësishme për anën ekonomike, është shumë e rëndësishme për sa përket punës, për sa përket asaj çka janë ose çka duan të rregullojnë mbi stabilizimin, mbi gjëra të mëdha që kanë ekonomikisht, sepse britsjapët gjithmonë janë në fushën e ndryshimit të madh dhe presin diçka të tillë, prandaj bini pas mos marrini pas dore. Në dashuri duket se gafore dhe peshqit ju jeni solidar dhe jeni shumë pozitiv në lidhje me ndryshimin e madh që po vjen, sepse ju keni edhe mundësinë dhe di që i tretë sidomos ka një ndikim shumë madh ekonomik, kur marrë disa para të lëna pesull, dikur, ose nuk i keni marrë akoma për arsyen tuaj, është momenti më i mirë i mundshëm tani tutje. Kurse në një dashuri e munguar, bashkim familjar do thosha unë, është me gaforet të dishit parë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Për sa përket ujorët duket se kanë mundësinë, kanë kohën më të mirë të mundshme tani tutje, ku gjërat do jenë shumë pozitive, do kenë mundësinë e zgjidhjes së një problemi ekonomik që kanë pasur me punën, por e zgjidhin tani sepse kjo periudhë është mjaft e mirë, është në stabilizime dhe në ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje, dhe kjo është pikërisht periudha, është pikërisht momenti që juve keni për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra të pazgjidhura më përpara, sepse ky moment është kjo periudhë, është kjo kohë që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë suaj, momentit, periudhës që ndodhin gjërat, dhe kjo është një nga periudhat më të mira të mundshme mbi vendin, mbi vendimet që bëhen, mbi kohën që keni, mbi momentet që juve keni, se janë disa momente vërtet vështira, por janë shumë të mira sepse do të zgjidhni çështje problematike. Dhe zgjidhja e problemit e keni tani sepse nisni dhe gjë të re në anën tuaj, dhe kjo është diçka shumë e mirë e mbarë në gjërat që do të bëni. Por në fushën e dashurisë duket se me peshorët e dishit parë, me akrepët e dishit tretë është perfektja, edhe pse disa probleme të vogla janë të pazgjishme, por duket se bisedimet mund t'i bëni, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë ndryshim,
Kjo do thotë marrje vendime të rëndësishme, prandaj bini pas mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se kjo periudhë është periudhë prove për punën tuaj, në lidhje me një takim që do të keni të rastësishëm, do të jetë shumë i rëndësishëm sepse mund të lidhni dhe jetën nesër pas nesër, keni dhe mundësinë dhe shumë pozitivitet që do të keni, gjithashtu dhe keni dhe diçka shumë të rëndësishme, përsa përket kësaj dite kaq të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e punës suaj. Por ajo që do të keni mjaft ndikim dhe favorizim është ekonomia. Në çështjet e dashurisë, se ditën e sotme, paraditja është shumë e mirë, sidomos për juve të shenjës së peshqve, që keni të bëni me dashurinë dhe lidhjet e reja, edhe me ujorët gjithashtu që kanë mundësinë e dashurisë ose kanë pas ndarje, për shembull, rregullohen. Pra, juve të dy shenjat jeni afër, si ujori, si dhe peshqit kanë këtë mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive për të stabilizuar jetën e tyre. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht datës 6, data 6 qershor 2026. Nëse dëshironi parashikimet të detajuara në privat, atëherë kemi astrologu.al dhe duke dërguar një email tek sekretaria, atje pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet WhatsApp-it. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëtet me juve dhe doni dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt përshëndetje. Përgjigjet nga unë Rrotulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.